Mirë mbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në Report TV me mua Enida Vladi. Këto janë titujt kryesor për mbrëmjen e sotme. Dy të vdekur dhe një i plagosur është bilanci i një aksidenti të rëndë të ndodhur pas ditën e kësaj të mërkure pranë Tegut në kryeqytet. Një betoniere e cila duket se ka hyrë me shpejtësi në rreth rrotullim është përplasur me një autovetur dhe më pas ka rënë në aksin e poshtëm të autostradës në korsin që të çon drejt Elbasanit. Shoferi dhe një tjetër pasagjer në betoniere humbën jetën, ndërsa drejtuesi i autoveturës mbeti i plagosur. Stuhia që goditi jugun e vendit gjatë natës la pas 2 viktima. Një elektricisti i OSHE-s ra nga shtylla në Himar duke rikthyer në vëmendje shqetësimin për mungesën e sigurisë në punë. Në Sarandë, një peshkatar 61 vjeçar u mbyt, ndërsa në qytet pati të lënduar. Asnjë paralajmërim nga autoritetet. Zona të tëra pa energji. Projekti Smart City me mbi 5.000 kamera inteligjente është investimi që qeveria shqiptare synon të rrisë sigurinë publike, rrugore dhe në shkolla. Ministri i Brendshëm Lamallari thot për Report TV se përmes tyre do të sinjalizohet në kohë reale çdo paligjshmëri nga të shtënat, nxjerrja një arme në ambientet publike deri te sjelljet e dhunshme. Ministri thot se kamerat inteligjente nuk cënojnë privatësinë e qytetarëve të thjeshtë. Mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore dështoi këtë të mërkur pasi në vend të drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita për të raportuar u paraqit zëvendësi i tij Sokol Bishga. Opozita kundërshtoi me forcë me argumentin se Hita po zhvlerëson autoritetin e kuvendit. Edhe PS kërkoi praninë e titullarit të policisë duke shtyrë mbledhjen për ditë tjetër. Rreth 21.000 blegtor dhe bletari janë shpallur fitues të skemës kombëtare 2026, ku numri më i madh i përfituesve është mes mbarshtuesve të imtave dhe të bletëve. AZBR kërkon që të dorëzojnë dokumentacionin brenda 20 ditëve, përndryshe rrezikojnë të skualifikohen. Irani reagon pas paralajmërimeve të Trump se SBA do të bombardojë ura e centrale bërthamore të Teheranit nëse ata qëllojnë mbi anijet në ngushticën e Hormuzit. Republika Islamike përgjigjet se do të sulmonin infrastrukturën rajonale, përfshirë edhe objektet energjetike në të cilat SBA ka interes. Pas festës për kualifikimin ndaj moldavëve të Petroklubit, Egnatia rikthehet sot në fushë për një tjetër provë të rëndësishme europiane. Në Arena Egnatia zbret ekipi slovak Çelje në sfidën e parë të turit të dytë të Ligës së Kampionëve, një duel që mund të përcaktojë fatin e Rogozhinasve në Kupat e Europës. Dy të vdekur dhe një i plagosur është bilanci i një aksidenti të rëndë të ndodhur pas ditën e kësaj të mërkure pranë Tegut në kryeqytet. Një betoniere e cila duket se ka hyrë me shpejtësi në rreth rrotullim është përplasur me një autovetur dhe më pas ka rënë në aksin e poshtëm të autostradës në korsin që të çon drejt Elbasanit. Shoferi dhe një tjetër pasagjer në betoniere humbën jetën, ndërsa drejtuesi i autoveturës mbeti i plagosur. Betonierja po lëvizte në unazën lindore të Tiranës nga Farka në drejtim të Tegut, kur u përfshi në aksidentin me pasoja tragjike, pak pasi kishte hyrë në rreth rrotullim. Rrethonat mbeten ende të paqarta. Betonierja, e cila drejtohej nga një shofer, i cili mendohet të jetë me origjinë nga Egjipti, dyshohet të ketë qenë me shpejtësi në momentin që ka qenë duke u futur në rreth rrotullim dhe të mos ketë respektuar rregullat që japin përparësi kalimit të mjeteve që janë tashmë në rreth rrotullim. Kjo duket të ketë qenë arsyeja për plasjes së fortë me një autovetur që vinte nga krahu i majt. Me gjithë frenimin e fortë dhe manovrat, shoferi nuk ka mundur të ndalë përplasjen e mëtejshme me mbrojtjen metalike të rreth rrotullimit, e cila duket të ketë qenë shumë e fortë. Betonierja nuk ka mundur të ndalojë duke rënë nga mbi kalimi. Shoferi dhe një bashkëkombas i tij që udhëtonin në mjetin e tonazhit të rënd kanë humbur jetën. I pari menjëherë pas rënjes, ndërsa tjetri disa orë më pas në spital për shkak të plagëve të rënda. I plagosur mbeti edhe një 28 vjeçar, shoferi i mjetit Volkswagen, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Stuhia që goditi jugun e vendit gjatë natës la pas 2 viktima.
Elektricisti JOSHE ra nga shtylla në Himar duke rikthyer në vëmendje shqetësimin për mungesën e sigurisë në punë, ndërsa në Ksamil u mbyt në det një peshkatar. 10 mjete lundrues u shpëtua në det nga policia kufitare. Kjo situatë i gjeti njerëzit të papërgatitur pasi nuk kishte asnjë njoftim nga kapiteneria apo emergjencat. Mëngjesi e gjeti jugur me diell, por gjurmët e stuhis janë ende të dukshme. Stuhia, e cila goditi kryesisht zonat bregtetare, la pas 2 viktima, 3 të plagosur dhe dëme të shumta materiale. 10 pemë u rrëzuan, duke dëmtuar automjete dhe biznese. Në Himar, Bashkim Boçi, elektricisti OSSH-s, humbi jetën gjatë punës për rikthimin e energjisë elektrike në zonën e Potamit. 54 vjeçari nga Elbasani ishte dërguar në Himar si punonjës sezonal. Rreth orës 3, teksa po ngjitej në një shtyllë për të riparuar defektin, u këput rripi i sigurisë dhe ai ra nga 9 metra lartësi. Aksidenti ngre pikpyetje serioze mbi kushtet e sigurisë në punë. Në Ksamil, stuhia i gjeti në det të trazuar peshkatarin Mihal Zohi. Varka e tij u përmbys, ndërsa trupi i pajet u gjet paraditën e së mërkurës pranë 3 ishujve. 61 vjeçari ishte i divorcuar dhe fëmijët e tij jetojnë në Greqi. Gjatë stuhisë, policia kufitare e Vlorës ndërhyri për të shpëtuar qytetarë që ndodheshin në rrezik për shkak të dallkove nga Karaburuni deri në Ksamil. Burime për Report TV bëjnë me dije se efektivët u kanë dhënë ndihmë 10 mjeteve lundruese. Në Sarandë, era e fortë rrëzoi 10 pemë, të cilat dëmtuan automjete. 3 persona morën ndihmë mjekësore pasi u lënduan nga xhamat e thyer dhe degët e pemëve. Është thyer komplet. Edhe Vlora u përfshi nga stuhia. Në Lungomare u rrëzuan pemë që dëmtuan fasadat e disa lokaleve, ndërsa në disa zona vijon ende mungesa e energjisë elektrike. Probleme u regjistruan edhe në Librazh, ku disa zona vazhdojnë të jenë pa energji. Ndërprerja e energjisë elektrike shkaktoi probleme me furnizim me ujë të pijshëm, veçanërisht në Patos. Ndërkohë, Kapiteneria e Portit të Vlorës, Kapiteneria e Portit të Sarandës dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile nuk kishin lëshuar njoftime paralajmëruese për përkeqësimin e motit. Nëna 34 vjeçare, e cila u dërgua në burgun e Ponjskës së bashku me foshin e saj 1 vjeç, ku do të kalojnë edhe natën sonte, pritet të dalë nesër para gjykatës së Tiranës, e cila ka vendosur një seancë urgjente. Ai kërkon lirimin për shkak të situatës së veçantë. Report TV ka zbardhur të gjithë ngjarjen, e cila tërhoqi vëmendjen e opinionit publik dhe institucioneve më të larta. Në këtë krevat, i vendosur brenda ambienteve të posaçme të burgut të Ponjskës në Pogradec, do të kalojë natën një foshnjë vetëm 1 vjeç. I vogli është dërguar nënës së tij 34 vjeçare, e cila u transferuar në qeli 1 ditë më parë, pasi ndaj saj rëndonte një vendim i formës së prerë, dhënë nga gjykata e Tiranës për dhunë familje. Nëna disa ditë më parë hyri në Shqipëri nga pika kufitare e Muriqanit, teksa kthehej me familjen nga Gjermania në padjeni totale për dënimin e saj. Me të mbërritur në shtëpi, kthimin e të re se mëson oficeri i policisë që mbulon zonën ku ajo banonte dhe telefonon, duke vënë në dieni për vendimin e gjykatës e duke i kërkuar të paraqitej në komisariatin numër 6 në kryeqytet. Vullnetarisht, 34 vjeçaria me emrin Dorina paraqitet vetëm pak orë më pas me foshnjën 1 vjeç, e shoqëruar nga bashkëshorti. 2 fëmijët e tjerë të mitur, më i madhi 7 vjeçar dhe tjetri 2 vjeç e gjysmë, ishin lënë në banesë. Duke qenë se uniformave blu dilte në sistem dënimi i formës së prerë për 34 vjeçaren, ajo u dërgua në ambientet e bllokut të sigurisë në Tiranë dhe vetëm pak orë më pas vjen një urdhër ekzekutimi nga prokuroria dhe e reja niset menjëherë drejt burgut të grave në Pogradec. Në këtë interval kohor, djali vetëm 12 muajsh është sjell tek nëna për të ushqyer me gjin nga gjyshja e tij. Në Ponjsk, autoritetet ja dërguan vetëm 24 orë më pas djalin 1 vjeçar, i shoqëruar nga babai i tij,
ndërkohë që 2 të vegjëlit e tjerë mbetën sërish në shtëpi, pa nënën. Dënimi, për të cilin Report TV mëson ekskluzivisht se ka marrë formë të prerë vetëm muajin e kaluar, lidhet me një ngjarje të disa viteve më parë për një rast dhune në familje, konflikti i tërës me vjerrin e saj. Gjithë ky proces ka qenë në mungesë dhe 34 vjeçaria nuk është paraqitur në asnjë seancë gjyqësore. Kjo mungesë është konsideruar nga gjykata si largim nga drejtësia dhe e ka dënuar të ren me burgim, duke mos i dhënë të drejtën e shërbimit të provës. Për këtë arsye, ajo nuk ka mundur të përfitojë as nga të dyja amnistitë e këtyre 2 viteve, atë të 2024-s dhe kjo e fundit e para pak javëve. Report TV ka mësuar ekskluzivisht se nisur nga situata e veçantë, gjykata e Tiranës ka vendosur një seancë urgjente nesër në orën 10:45 për të shqyrtuar kërkesën e 34 vjeçares për rivendosje në afat të çështjes gjyqësore. Pra, prishje e vendimit formës së prerë të apelit dhe ridërgimi i çështjes në të njëjtën gjykatë për shkak se procesi është bërë në mungesë. Kjo do ta lironte menjëherë nënën e 3 fëmijëve të mitur. Përveç opinionit publik, për ngjarjen kanë reaguar edhe institucionet më të larta në vend. Avokati i popullit Endri Shabani ka vizituar nënën në ambientet e burgut dhe kërkoi një hetim të hollësishëm nga institucionet për çfarë ka ndodhur. Burime nga presidenca i thanë Report TV se edhe kreu i shtetit është interesuar pranë Ministrisë së Drejtësisë. Sipas të njëjtave burime, Begaj ka vënë në dispozicion edhe faljen presidenciale që çështja të zgjidhet menjëherë. Sa i përket foshnjës që ndodhet në ambientet e burgut të Ponjskës, Report TV kontaktoi me autoritetet e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, të cilët garantuan se kushtet janë optimale dhe fëmia ka asistencën e edukatorëve, ndërsa nëna të psikologes. Projekti Smart City me mbi 5.000 kamera inteligjente është investimi që qeveria shqiptare synon të rrisë sigurinë publike, rrugore dhe në shkolla. Përmes teknologjisë dhe inteligjencës artificiale synohet kapja në kohë reale e paligjshmërisë. Ministri i Brendshëm thot për Report TV se ato nuk synojnë privatësinë e qytetarëve të thjeshtë. Një shtonarme në distancë do të njoftohet në kohë reale. Nxjerrja e një arme zjarri apo një thike në ambiente publike detektohet menjëherë, po ashtu sjelljet agresive dhe të dhunshme në ambiente shkollore dhe plot të tjera. Këtë synon projekti Smart City, i cili po merr jetë. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tregon për Report TV se çfarë pret qeveria nga shërbimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Janë në gjendje të kapin dhe zhurmat nga të shtënat e armëve, duke bërë të mundur lokalizimin e shpejt dhe ndërhyrjen e patrullave të policisë, për të bërë të mundur lokalizimin dhe ndalimin në kohë të shpejt, pa lejuar largimin e personave të cilët përdorin armë në mjediset publike. Bashkë me policin u identifikuan disa prej pikave më kyçe në vend që konsiderohen me interes për sulmimin në 12 qarqe, që në hyrje të pikave kufitare, një person i kërkuar, fotot e cilit tashmë është në sistem, nuk do ta ketë të lehtë. Në 873 lokacione operative të identifikuar nga strukturat e sigurisë në vend. Të ndara këto në 12 drejtori vendore të policisë, në 24 qytete kryesore, në 28 pika të kalimit kufitar. Vendosen struktura, infrastrukturë teknologjike e avancuar, që përfshin kamera inteligjente, sensor zhurmash dhe radar, të cilët bëjnë regjistrimin e ngjarjeve, e automjeteve dhe targave. Si fillim janë 20 shkolla të përzgjedhura në Tiranë, ku Smart City inaugurohet, jo rastësisht për shkak të së shkuarës problematike. Vëzhgimi i sjelljeve të rrezikshme bëhet vetëm në ambientet e përbashkëta të nxënësve dhe jo në klasa. Është vetë sistemi software i cili analizon të dhënat nga kamerat, të cilat janë të vendosura për të mbuluar oborët e shkollave, perimetrin e jashtëm, ambientet e brendshme në kuptimin e korridoreve, por jo në klasën. Synohet që të evidentohet çdo ngjarje potencialisht e rrezikshme apo sjellje e cila sistemi vetë është modeluar në mënyrë të tillë për të njohur sjelljet agresive, ato sjellje që po bëjnë shkelje të normave të sigurisë në shkollë. Por a duhet të friksohet një qytetar i thjesht se po vëzhgohet nga kamerat inteligjente? Smart City është një garanci e shtuar për çdo kënd që respekton ligjin dhe kërkon të ecë, të shkojë, të ndjekë rregullisht, i qetë, mjediset publike, qofshin këto vendin e punës, aktivitetin mësimor në rastin e nxënësve në shkolla
dhe çdo veprimtari normale qytetare që ndodh, duke ditur që padyshim, duke qenë se unë jam një qytetar që respektoj ligjin, nuk kam arsye pse të fiksohem. Respektimi privatësisë është një element i diskutueshëm, por ministri garanton se s'ka asgjë për të shqetësuar. Sistemi transferon te policia vetëm situatën problematike e cila analizohet nëse është ose jo e paligjshme. Përndryshe, çdo filmim tjetër fshihet automatikisht pas 30 ditësh. Detyrimi ligjor për fshirjen e këtyre dhënave fillon menjëherë pas ditës së 30 në rastin e shkollave apo të sigurisë publike. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është që këto dhëna ruhen, trajtohen dhe administrohen vetëm brenda infrastrukturës ekzistuese në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në mënyrë absolute, asnjë dhënë nuk hostohet, nuk transferohet dhe nuk përpunohet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Personat që janë të autorizuar të merren me sistemin Smart City në çdo hyrje dhe lëvizje që bëjnë lën gjurmë. Kjo do të thotë se gjithçka është e regjistruar dhe ata janë përgjegjës. Në total do të instalohen më shumë se 5.000 kamera, të cilat nënkuptojnë jo vetëm radar inteligjent për sigurinë rrugore, por edhe kamera të inkorporuar në trupin e policisë së shtetit apo sensor për ndotjen akustike. Investimi është bërë përmes një kontrate huaje nga Emiratet e Bashkuara Arabe, në një vlerë që arrin $118.5 milion. Qeveria ka nisur zyrtarisht procesin për hartimin e kodit të ri penal dhe ndryshimet në kodin e procedurës penale, duke ngritur grupe ekspertësh që do të përgatisin paketën e re ligjore në kuadër të reformës së legjislacionit penal dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me këtë vendim, qeveria autorizon Ministrinë e Drejtësisë të organizojë punën për përgatitjen e kodit të ri penal, ndryshimeve në kodin e procedurës penale, si dhe akteve të tjera ligjore që duhen ndryshuar si pasojë e reformës. Në vendim parashikohet ngritja e grupeve të punës me ekspert të Ministrisë së Drejtësisë, institucioneve të tjera të huaj dhe akademik vendas. Ekspertët e jashtëm do të paguhen deri në 3 milion lekë për çdo akt ligjor që hartojnë me fondet e buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2026. Pas përfundimit të punës, projekt akte do t'i dërgohen Këshillit të Ministrave për miratim dhe më pas do të ndjekin procedurat e shqyrtimit në kuvend. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka bërë edhe një herë thirrje Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të plotësojnë përgjegjësitë sipas tij për plotësimin e vakancave në drejtësi si shqetësimi më urgjent për sistemin. Në konferencë për mediat, Gogu tha se raporti i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit në Shqipëri ishte tetë pozitiv, por nuk la pa përmendur kritikat si mungesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në dosjet e prapambetura. Në qeveri janë të shqetësuar për vakancat me gjyqtar dhe prokuror në sistemin e drejtësisë dhe për këtë përgjegjësinë e gjejnë në 2 organet qeverise të sistemit. Ende mbungojnë 111 magjistrat në sistem. Pra 111 gjyqtar në shkallë kombëtare dhe për këtë arsye vlerësimi i tyre, përshpejtimi i procedurave të vlerësimit, mbushja e vakancave janë elemente jashtëzakonisht të rëndësishëm. Reformës në drejtësi, sipas Gogut, Komisioni Evropian i ka dhënë një vlerësim maksimal në raportin e fundit për sundimin e ligjit në Shqipëri. Pastrimi me integritet, por edhe të dhimbshëm. Raporti e vlerëson si një etapë historike, si konsolidim të pavarësisë dhe si integritet të sistemit gjyqësor. Për uljen e backlogut, Gogu thotë se shkallët e tjera të gjyqësorit duhet të ndjekin shembullin e gjykatës së lartë, ndërsa kohën kur drejtësia ndodhet sipas tij, është faza e re ku cilësia matet me ato që qytetari ndesh çdo ditë në përballjen me institucionet. Ministri i Drejtësisë një notë pozitive e kishte edhe për zbatimin e amnistisë penale në bilancin që pati në komunikim me gazetarët. 553 persona të cilët janë liruar nga institucionet e ekzekutimit vendimeve penale, 863 persona kanë përfituar ulje dënimi dhe 2300 persona pak më shumë tashmë kanë përfituar nga shërbimi i provës. Burgu i Shënkollit në Lezhë do të kthehet në institucion të shëndetit mendor, tha ministri. Ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor. Atje do të trajtohen
të dënuarit, ashtu si që trajtohet një dënuar që vuan nga shëndeti mendor në çdo vend të Bashkimit Evropian. Do të marrë disa vjet. Në fund, Gogu pati një njoftim për të gjithë ata që kanë probleme me kombesimin e pronave. Do të mërkur, drejtori i përgjithshëm, me të gjithë stafin përkatës, me drejtorin përkatës, ju pret për çështje të kompensimit dhe çdo të enjte për njohjet e pronësisë. Sali Berisha thot se Rama po përdor policin, administratën dhe shishin kundër protestës. Akuzat e qeverisë se protesta ka dëmtuar turizmin i quan të pabaza, pasi sipas kreut të PD-s, turizmi është dëmtuar jo nga tubimet antiqeveritare, por narko-eurove. Shqetësimi i qeverisë se protestat kanë dëmtuar turizmin në mbar vendin nuk është shqetësimi i Partisë Demokratike. Kryedemokrati Sali Berisha thotë se nuk është protesta ajo që po pengon ardhjen e turistëve, por zhvlerësimi i euros. E vërteta është sot se si kur më parë, plazhet e vendit janë bosh nga Saranda në Shëngjin dhe faktori më shkatrimtar për turizmin, më toksik, është narko-euro, e cila ka rënë me 32%. Dhe tani, për të gjitha këto, fajson protestën për turizmin. Berisha thotë se Rama po përdor policinë, administratën dhe shish për të dëmtuar protestën, ndërsa të vetëve u kërkoi edhe një herë që të injorojnë thirrjet kundër PD-s në protestë. Ka mobilizuar mira rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale, për të demonizuar protestën dhe protestuesit, për t'ja ulur shikueshmërinë e tyre dhe për të ndikuar në algoritmin që sipas tij ja kontrollonte Irani. Duke u ndalur tek reformat në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha tha se është shqetësues fakti që Rama ndërpreu konsensusin për reformën territoriale. Mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore dështoi këtë të mërkur pasi në vend të drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita për të raportuar u paraqit zëvendësi i tij Sokol Bizhga. Opozita kundërshtoi me forcë me argumentin se Hita po zhvlerëson autoritetin e kuvendit. Edhe PS-ja kërkoi pranimin e titullarit të policisë, duke shtyrë mbledhjen për një ditë tjetër. Mosparaqitja e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hitaj për të marrë pjesë në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore solli dështimin e mbledhjes këtë të mërkur. Në vend të Hitajt në komision ishte paraqitur zëvendës drejtori i përgjithshëm Sokol Bizhga. Dhe unë kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvendës drejtori i përgjithshëm për çdo rast kanë ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Dhe në rastin e fjalë drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Opozita refuzoi të vjonte komisionin duke sjellë në vëmendje se edhe për institucionet e tjera kanë raportuar titullarët. Ktu duhet ishte sot drejtori i përgjithshëm. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se parlamenti, dhe sepse me sa di unë edhe radhë që shkoi përsëri nuk ishte drejtori i përgjithshëm. Por këtu ka ardhur prokurori i përgjithshëm, këtu ka ardhur kreu i SPAK-ut. Edhe majoranca socialiste ra dakord që mbledhja duhet të shtyhej, pasi përpara deputetëve duhet të paraqitej vetë drejtori i përgjithshëm. Gjithsesi dhe unë e mbështes idenë që ne për hir të kësaj dhe për të pas një punë më cilësore, ta shtyjmë mbledhjen në një moment tjetër, ku të vinë disa përfaqësues pra drejtori i përgjithshëm i policisë, ai që mbulon hetimin, mas edhe për krimin kibernetik, mendoj që është e rëndësishme sepse është element që sa vjen po përfshihet më shumë në zgjedhje apo qoftë në influenca të tjera. Këtë të mërkur duhet të raportonte para komisionit edhe Agjencia e Inteligjencës Financiare, por edhe ajo dëgjesu u shty për shkak se nuk kishte marrë pjesë titullari, por zëvendësi i tij. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore ka afat funksionimi deri në nëntor për të dalë me një produkt për ndryshimet në kodin zgjedhor apo edhe ligjin për financimin e partive politike. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për mënyrën se si bëhen shpërblimet e familjeve për policët që vriten ose plagosen në detyrë.
Sipas vendimit, për policët që vriten parashikohen 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët, si dhe punësimi me prioritet për familjarët e policit të rënë në krye të detyrës. Gjithashtu, bashkëshortja e policit të vrarë në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa falas nga pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Sipas VKM-s, ndihmë përfitojnë edhe policët e plagosur ose të dëmtuar gjatë detyrës. Nëse plagosja ose dëmtimi është i rënd, policia përfiton deri në 8 paga mujore bruto, e nëse plagosja ose dëmtimi është i lehtë, përfiton deri në 4 paga mujore bruto. Po ashtu, polici i dëmtuar dhe i shpallur i paaft për punë përfiton çdo muaj kompensim financiar në masën e pagës mujore deri në rehabilitimin e plot dhe rikthimin në punë. Ndërkohë, ashtu si çdo mbrëmje tjetër, po zhvillohet edhe sonte protesta qytetare në kryeqytet me të njëjtën rutinë përgjatë këtyre 53 ditëve, me një mbledhje fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku edhe mbahen fjalime nga qytetarët e rastësishëm, e më tej me një marrë për rrugët e kryeqytetit. Po bëhen thuajse 2 muaj që nga nisja e asaj që nisi në fakt që filloi e pati zanafillën kundër projektit të ndërtimit të një resorti në Zvërnes, mirë po më tej u zhvillua me kërkesa ndaj qeverisë, ku një kërkesë pa negociueshme sipas qytetarëve ka qenë ndërheqja e kryeministrit Edi Rama. Në këtë çaste po ndiqni pamjet drejt për drejta ekskluzive nga Report TV të pjesëmarrjes në këtë moment që flasim të qytetarëve në protest. Kjo është pjesëmarrja. Pas 3 vitesh hetim, SPAK dërgon në gjyq bosin e lojrave të Fatit, Ervis Martinaj dhe 8 të pandehurit e tjerë të dosjes Metamorfoza 2. Martinaj akuzohet për vrasjen e gjindojit në Shkodër në gusht të vitit 2020, sigurim kushtesh për kryerje vrasje ndaj Kleant Musabelliut, si edhe për armbajtje pa leje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. I zhdukur që prej gushtit të vitit 2022, Ervis Martina, një prej emrave më në zë të botës së krimit, pritet të gjykohet së bashku me 8 të pandehur të tjerë pasi prokuroria e posaçme njoftoi përfundimin e hetimeve për fraksionin e ndarë të dosjes Metamorfoza. Bidenis Bajrin, Klaudor Hakajn, Prek Kodrajn, Alex Ndrekën, Bardyl Mavrajn, Elion Haton, Arsad Bashlin dhe bashkëpunëtorin e drejtësisë Nureddin Dubani rëndojnë akuzat të rënda që nga vrasja me paramendim, grupi strukturuar kriminal, armbajtje pa leje dhe krim kushtesh për të kryer vrasje. Për Ervis Martinaj, SPAK ka ngritur akuzën për vrasjen e gjindojit në Shkodër, ngjarje ndodhur në gusht të vitit 2020, si dhe për sigurim kushtesh për kryer në vrasjet ndaj Kleant Musabelliut. Martina e akuzohet për armbajtje pa leje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal si dhe organizat kriminale. Për vrasjen e gjindojit akuzohet dhe Denis Bajri ose Brajovic. Sipas SPAK, ai dyshohet gjithashtu se ka siguruar kushtet për 2 vrasje të tjera, ato të Dorian Dullit dhe Ibrahim Liçit, si dhe për armbajtje pa leje dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Për këto 2 vrasje, në akuzë kanë siguruar kushtet për realizimin e tyre janë dhe Prek Kodra, Alex Ndreka dhe bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dubani. Klaudor Hakaj është një tjetër i pandehur që akuzohet nga SPAK për sigurim kushtesh për një tjetër vrasje, atë të Kleant Musabelliut, ndërsa Elion Hato dhe Arsad Bashli akuzohen për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë ndaj Taulant Pepës në Shkodër, armbajtje pa leje dhe korrupsion aktiv, ndaj funksionarëve të drejtësisë për korrupsion aktiv është dërguar për gjykim edhe Bardyl Mavraj. SPAK pun të ditur se hetimet nuk janë mbyllur plotësisht për persona të tjerë që dyshohet se kanë lidhje me këto ngjarje kriminale. Është vendosur ndarja e çështjes dhe hetimi paraprak vazhdon. Nga 9 personat e dërguar për gjykim, vetëm 3 janë të arrestuar: Alex Ndreka, i njohur si Leksi Druve, Denis Bajri, i njohur dhe me mbiemrin Brajovic, dhe Nureddin Dubani, i cili është dhe bashkëpunëtor i drejtësisë. I dënuar me burgim të përjetshëm Laert Haxhiu, një nga emrat më të njohur të botës së krimit, duket se vazhdon të drejtojë aktivitetet e tij edhe nga qelia. Në orën 6 të mëngjesit të kësaj të mërkure, në burgun e Drenovës, ku vuan dënimin, ati u kap në zotërim një telefon celular. Edhe më parë ka patur episode që e kanë lidhur atë me telefonat të gjetur në burg, por këtë herë, siç mëson Report TV, kur forcat operacionale të burgjeve kanë hyrë në qelinë e tij, në kuadër të një kontrolli të ushtruar pas një vlerësimi në bazë risku, e kapën atë me celular në dorë.
Lart Haxhiu është shpallur fajtor dhe dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës, ngjarjen e rëndë të ndodhur në vitin 2017, ku mbetën të vrarë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, ndërsa u plagosën edhe Bujar Turku dhe Marius Xhepexhiu. Prej vitesh në arati, ai u arrestua në Greqi në vitin 2023, nga ku u ekstradua në Shqipëri në korrik të 2024-s. Gjykata e Tiranës i cilësoi fajtor dhe dënoi 2 ish-zyrtarët e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, konkretisht Artjol Saliasin dhe Gëzim Salën, pasi shpërdoruan detyrën kur punësuan në kundërshtim me ligjin Muçi Shaljanin alias Sheqeri, i cili u ekzekutua në atentat të rrethrotullimit të Rinasit bashkë me Gilman Dodanin, krahu i gjathë i Emiliano Shullazit. Saliasi dhe Sala u dënuan me nga 9 muaj burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, gjykata vendosi 6 muaj heqje lirie, dënimi i cili konvertohet në 1 vit shërbim prove. Muçi Shaljani u pranua si agent në AMP vetëm 6 ditë pasi e kishte bërë kërkesën, ndërsa nga hetimi rezultoi se ishin shkelur të gjitha procedurat ligjore. Shaljani është paguar deri ditën e atentatit nga AMP, nga 16 shtatori deri më 11 nëntor 2025, pa u paraqitur asnjë ditë të vetme në punë. Rivlerësimi i pasurive të paluajshme ka ndikuar në shtimin e kërkesave për kredi në gjysmën e parë të vitit sipas Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Agjencia e Kadastrës, në këtë periudhë janë bërë në total mbi 17.000 aplikime për rivlerësim të banesave. Në gjysmën e parë të vitit, bankat kanë qenë më dorëlëshuar me qytetarët që kanë aplikuar për të marrë kredi si për konsum ashtu edhe për të blerë shtëpi. Banka e Shqipërisë thotë se në tremujorin e dytë të vitit u regjistruan më shumë kërkesa për kredi nga qytetarët, ndërkohë që bankat lehtësuan kushtet e kreditimit. Lehtësimi i standardeve të kreditimit u rrit nga konkurenca në sistemin bankar dhe toleranca më e lartë e bankave kundrejt marrjes përsipër të rrezikut, thuhet në raport. Bankat janë shprehur se në shtimin e aplikimeve për kredi ka ndikuar nevoja për financimin e blerjes së banesave dhe vlerësohet si shtytës edhe ligji për rivlerësimin e pronave. Ligji në fuqi për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme u cilësua po ashtu si faktor nxitës në kërkesën për kredi, vijon më tej raporti. Në të gjithë vendin, qytetarë e biznese po rivlerësojnë pasuritë e paluajtshme. Sipas të dhënave nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, deri më tani janë bërë 17.851 aplikime për rivlerësim. Kjo fushatë e afrimit të vlerës së pronës me çmimet e tregut kundrejt një tatimi prej 5% do të zgjasë deri më 31 dhjetor 2026. Afrimi i vlerës së pronës me çmimet e tregut e rrit aksesin në kredi, pavarësisht se për shkak të kufizimeve të caktuara nga Banka e Shqipërisë, kredia për blerje banese është në vlerë më e ulët se vjet. Për periudhën janar-maj 2026, bankat kanë aprovuar 295 milion euro kredi për blerje banese, nga 307 milion euro në të njëjtën periudhë të 2025-s, ose 12 milion euro më pak. Në korrik të vitit të kaluar, Banka Qendrore kufizoi në disa tavane kredidhënien për pasuritë e paluajtshme për të frenuar ekspozimin e lartë të bankave në këtë sektor. Rreth 21.000 blegtor dhe bletar janë shpallur fitues të skemës kombëtare 2026, ku numri më i madh i përfituesve është në blegtorinë e imët dhe në bletari. AZBR-ja u kërkon fermerëve të kualifikuar të dorëzojnë dokumentacionin brenda 20 ditëve, përndryshe rrezikojnë të skualifikohen. Janë shpallur fituesit e parë të skemës kombëtare për vitin 2026. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural njofton fermerët që kanë aplikuar për skemat mbështetëse në blegtori dhe bletari që të kontrollojnë statusin e aplikimit dhe të plotësojnë dokumentet nëse u kërkohet. Rreth 21.000 blegtor dhe bletar janë kualifikuar në këtë fazë të parë dhe referuar shifrave të kësaj agjencie, numri më i lartë i përfituesve është tek tufat e të imtave dhe mbashtimi i bletarisë. Më konkretisht janë 7.234 aplikime për bakti, të cilat janë kualifikuar, ndjekur nga 7.000 fitues në bletari e më pas 6.661 aplikime të kualifikuara për tufat e lopëve dhe vetëm 269 aplikime të kualifikuara për mbashtimin e dosave. AZBR u bën thirrje fermerëve të kualifikuar që nëse u kërkohet,
të plotësojnë dokumentacionin e ta paraqesin atë brenda 20 ditëve, në të kundërt mund të skualifikohen. Ndërkohë aplikimet për masat mbështetëse në bujqësi, si për të mbjellat, për fermat organike, për serat, peshkimin apo për skemat e investimeve, ende janë në proces verifikimi dhe pritet që fituesit të shpallen në vijim. Në total janë 42.000 fermerë që aplikuan për skemën kombëtare, ku rekordin e mbante Fieri, ndjekur nga Korça, Elbasani dhe Vlora. Së fundmi Ministri i Bujqësisë Andi Salla sqaroi për Report TV se vlera që kërkohet nga aplikimet është 7 miliard lekë, nga 5.2 miliard që është skema e këtij viti. Më shumë para kërkohen nga blegtoria dhe bletaria, por shifra finale se sa do të kushtojë skema e këtij viti pritet të bëhet e ditur pasi të mbyllet i gjithë procesi i verifikimit të aplikimeve, shpalljes së fituesve dhe plotësimit të dokumentacionit shtesë nga fermerët. Rregulla të reja për pajisjet mjekësore diagnostikuese in vitro. Projektligji i Ministrisë së Shëndetësisë parashikon gjop deri në 2% të xhiros vjetore për kompani që shkelin kërkesat e sigurisë, ndërsa pajisjet do të klasifikohen sipas nivelit të rrezikut. Kontrolle më të repta parashikohen për testet gjenetike, prenatale dhe ato për sëmundjet kërcënuese për jetën. Qeveria do të ndëshkojë me gjobat e kripura kompanit që hedhin e treg pajisje mjekësore diagnostikuese për procesin in vitro pa përmbushur kërkesat e sigurisë dhe kontrollet e nevojshme. Ministria e Shëndetësisë ka propozuar një projekt ligj të posaçëm, me 91 nene dhe disa shtojca që përcaktojnë rregulla më të repta për prodhimin, importin, vendosin e treg dhe kontrollin e këtyre pajisjeve. Kompanitë që nuk respektojnë kërkesat ligjore rrezikojnë një gjobë sa 2% e xhiros vjetore, por në çdo rast jo më pak se 700.000 lekë. Në këtë mënyrë, sipas dokumentit, përgjegjësia kryesore bie mbi prodhuesit, të cilët duhet të garantojnë performancën e pajisjeve, si dhe të ofrojnë gjithmonë informacionin shoqërues edhe në gjuhën shqipe. Në rast defektesh, prodhuesit duhet të kenë të ardhurat të mjaftueshme për të dëmshpërblyer dëmët. Prodhuesit duhet të sigurojnë masa të përshtatshme për të garantuar mbulim të mjaftueshëm financiar për përgjegjësinë e tyre të mundshme, në përputhje me dispozitat përkatëse për përgjegjësinë për produktin siç parashikohet në Kodin Civil. Këto masa duhet të jenë në përpjestim me klasën e rrezikut, llojin e pajisjes dhe madhësinë e ndërmarrjes. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik sanksionon se pajisjet do të ndahen në 4 klasa sipas nivelit të rrezikut. Në klasat më të ulta përfshihen pajisjet laboratorike dhe testet të shtatzanisë, fertilitetit, kolesterolit e urinës. Në klasat me rrezik më të lartë përfshihen testet gjenetike, prenatale, skriningu i kancerit, testet për sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe testet për sëmundje kërcënuese për jetën. Ministria e Shëndetësisë mund të ndërhyjë në rastet ku parashikohet ndërprerje e furnizimit me pajisje që mund të dëmtojnë shëndetin publik. Në këtë rast, prodhuesit duhet të njoftojnë 6 muaj përpara, ndërsa në situatat e mungesave kritike mund të lëshojnë edhe autorizime emergjente për pajisje që nuk kanë përfunduar vlerësimin standard. Ministria mund të autorizojë me kërkesë të justifikuar në mënyrë të duhur vënien në treg ose në shërbim në territorin e Republikës së Shqipërisë të një pajisjeje të caktuar për të cilën procedurat e vlerësimit të konformitetit nuk janë kryer kur një autorizim i tillë është i nevojshëm në interes të shëndetit publik ose të sigurisë apo shëndetit të pacientit. Rregullat e veçanta parashikohen edhe për gratë që planifikojnë shtatzani dhe për gratë shtatzane. Ligji synon të garantoj saktësinë e testeve të shtatzanisë në kushte shtëpie, ndërsa për testet prenatale dhe diagnostikimin e çrregullimeve kongjinitale parashikohen kontrolle më të repta. Në rast miratimi, disa nene të veçanta të draftit që lidhen me institucionet europiane hyjnë në fuqi pas antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në Drenovic dhe Samatic në Bashkinë Dimal, fermerët ndeshen me vështirësi ekonomike dhe mungesë tregu për prodhimet bujqësore që kultivojnë në sera. Fermerët e fshatrave Drenovic dhe Samatic në njësinë administrative Kutallit të Bashkisë Dimal po përballen me një situatë të vështirë ekonomike. Ata ankohen se rritja e kostos për inputet bujqësore dhe pasiguria e tregut e bën të vështirë vazhdimin e aktivitetit. Fermerët thonë se kanë investuar për të prodhuar perime cilësore, por shpesh prodhimi mbetet pashitur. Ne nuk kemi as tavan,
as dysheme. Kështu që tek ne mund të jetë 500 lek sot dhe nesër të vë 100 lek. I festimet tona asnjëherë nuk ka tavan dhe nuk dihet se sa do arri. Edhe çfarë do marrësh si përfundim, se ka raste që të ngel edhe pashit. Do matë pata probleme se nuk më dha prodhim. Traunë po që çmimi i ulët kur dola unë, kështu që nuk kemi shtet, pik. Edhe ata që kanë sera shumë keq janë ekonomikisht. Pse? Nuk shitet malli. Te blegtoria nuk po shkon as qumshi, as i gjesh, minus. I naftës. As një nuk ka marrë, as te sera së funksioni, as një lloj të ardhre. Edhe kemi marrë kredi dhe po vazhdojmë me kredi. Sipas drejtorisë së bujqësisë në Kutalli ka rreth 400 hektar me sera diellore. Rreth 35 deri në 40.000 ton perime eksportohen çdo vit drejt vendeve të Bashkimit Evropian përmes pikave të grumbullimit. Megjithatë, fermerët paralajmërojnë se nëse nuk merren masa nga shteti për stabilizimin e tregut, një pjesë e sipërfaqes rrezikon të mbetet pa mbjella në sezonin e ardhshëm. Pas festës për kualifikimin historik ndaj moldavëve të Petroklubit, Egnatia rikthehet sot në fushë për një tjetër provë të rëndësishme europiane. Në Arena Egnatia zbresnin kampionët e Slovenisë, Çelje, në sfidën e parë të turit të dytë të Ligës së Kampionëve, një duel që mund të përcaktojë fatin e Rogozhinasve në Kupat e Europës. Kampionët e Shqipërisë do të zbresin në fushë sot për raundin e dytë të kualifikueseve të Champions League kundër Çeljes së Slovenisë. Rogozhinasit e zhvillojnë në shtëpi ndeshjen e parë në sfidën që starton nga ora 21 në Arena Egnatia. Atmosfera duket e mirë në kampin e kampionëve shqiptar për të arritur një rezultat pozitiv që do të jepte një dorë të madhe formacionit të drejtuar nga Nevil Dede përpara ndeshjes së kthimit në tokën slovene. Një kualifikim të Çeljes do të vendoste skuadrën vetëm një hap larg fazës së Ligës së Kampionëve, ndërsa në të njëjtën kohë do t'i siguronte matematikisht pjesëmarrjen në fazën e grupeve të Conference League, pavarësisht të curisë në raundet pasardhëse. Motivimi të Rogozhinasit vjen edhe për shkak të një super suksesi që arritën në raundin e parë pas fitores 6-1 në ndeshjen e kthimit kundër Petroklub të Moldavisë. Pikërisht kjo paraqitje spektakolare ndaj Petroklubit nuk pritet t'i lërë shumë dilema trajnerit Nevil Dede, i cili mësohet se do të paraqitet me një formacion pa ndryshime të mëdha. Në letër, Çelje konsiderohet kundërshtari më i fortë me të cilin Egnatia është përballur në këtë edicion europian, pasi kampionët sloven kanë më shumë eksperiencë në arenën ndërkombëtare. Nëse Egnatia nuk i kalon dot slovenët, kualifikimi me Petroklub i ka garantuar Rogozhinasve minimalisht fazën play-off të Ligës së Konferencës. Sa i përket sfidës së kthimit, Çelje Egnatia është programuar për të martën e javës që vjen, më 28 korrik, në Stadion Zezele, me fillim në orën 20:15. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare akademiku Emin Riza, një prej figurave më të shquara të trashëgimisë kulturore shqiptare. Studiues, pedagog dhe specialist i monumenteve të kulturës, ai ia kushtoi jetën dokumentimit dhe mbrojtjes së arkitekturës tradicionale shqiptare. Autori i 16 monografive dhe mbi 130 artikujve shkencor, Emin Riza la gjurmë me veprat për Gjirokastrën dhe banesën tradicionale shqiptare. A ishte nismëtar i ligjit për trashëgiminë kulturore dhe udhëhoqi përgatitjen e dosjeve të Gjirokastrës dhe Beratit në UNESCO. Për kontributin e tij u nderua me titullin qytetar nderi i Gjirokastrës dhe Beratit. Një nga legjendat më të njohura shqiptare, Rozafa ngjitet për herë të parë në skenën operistike. Me libret të Zev Zorbës, muzika e saj është shkruar që në vitin 1969 nga kompozitori Ndos Pistulli, ndërsa ngjitet për herë të parë në skenë si premier botërore. Legjenda e kalas së Rozafës, një ndër gojdhënat më interesante, që populli shqiptar e ka përcjell brez pas brezi, vjen krejt ndryshe në një shfaqje premier operistike, mbrëmjen e sotme.
Legjenda e Rozafës në këtë produksion vjen si një magji e skenës, vjen me një libret fantastik të Zev Zorbës dhe muzikë shumë të bukur të Ndoc Pistullit. Në histori dhe legjenda dhe Shkodrës, dhe histori të teatrit, tu ku jemi sot, jam shumë emocionuar që kthehem aty ku prindrit e mi kanë punuar kaq vite në skenë. Pas 57 vitesh nga krijimi i saj, Rozafa del për herë të parë para publikut, duke rikthyer në skenë një vepër që ndërthur traditën, historinë dhe muzikën shqiptare në një produksion të përmasave të mëdha. Me libret të Zev Zorbës, orkestracion dhe drejtim muzikor të Gridi Krajës, si dhe regji dhe skenografi nga Andi Zgjoni, produksioni sjell në skenë solistët, orkestrën simfonike dhe korin e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duke rrëfyer historinë e gruas që flijohet për ngritjen e mureve të Kalasë së Shkodrës. Vjen një legjend tashmë e njohur për gjithë popullin tonë, por vjen e muzikuar kaq bukur dhe një format që e kemi përsëritur edhe herë të tjera, një format muzikor shumë modern për kohën që e shkrijuar. Duhet t'japim maksimumin dhe për më tepër të transmetojmë atë gjuhën tonë shqipes që nuk është kollaj dhe të këndohet, nuk është kollaj të artikulohet në të kënduarit operistike. Por në rastin konkret, mendoj që është punuar aq mirë sa dhe në skenë do dëgjohen dhe fjalë ndoshta të artikuluara të disa dialektit të asaj kohe që nuk përdoren më në fakt. Për artistët, sfida ka qenë jo vetëm interpretimi vokal, por edhe sjellja me dinjitet e një prej rrëfimeve më të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Ne nuk kemi shumë vepra që përfshin legjendën dhe nuk kemi shumë vepra që përfaqësojnë dhe flasin për identitetin ton dhe akoma më bukur që flasin në gegnisht. Kështu që kjo mendoj që ka shumë komponente historisë tonë, të prejardhjes tonë dhe kjo është thelbi dhe rëndësia e kësaj vepre që ka ardhur në një formë shumë të bukur të cilën juftoj të gjithëve të vini ta zbuloni. Opera ruan frymën e legjendës, ndërsa e përcjell atë me një gjuhë artistike bashkëkohore përmes muzikës, skenografisë dhe interpretimit. Kemi bëritur në fund të këtij edicioni informativ, vetëm pak çast më vonë, në orën 21 do t'jeni në Re Politics me Denis Minga. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.